Lam të mirë e dhimbshme dhe një akt faljeje. Sot mes dhimbjes dhe pikëllimit ju dha lam të mira e fundit, Esat Lan Fejzës, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident komunikacioni. Familjar, miq e të afërm u mblodhen për t'i dhënë ndërimet e fundit, duke ndarë bashk dhimbjen për këtë humbje të parakoshme. Në këtë moment të rënd, u shënua edhe një akt i madh njerëzor e kombëtar. Në ditën e varrimit, familja Fejza, me zemër të madhe dhe shpirt fisnik, vendosi të falë gjakun familjes Gorçaj për të birin e tyre që humbi jetën në këtë fatkeqësi. Xhamati nderuar, të nderuar vëllezër, ju përshëndes gjithëve. Ju falenderoj që keni marrë pjesë në varrimin e vllaut ton. Pasi që e dim gjithë rasti që shka ndodh, lusim Allahun xhaleshanu që inshallah Zoti e shpërblen me xhenet. Familja e Ndjerit ka shpreh dëshirën që me zgjat dorën e pajtimit sot në ditën e varrimit, kështu që ftojmë edhe familjen Gorçaj, edhe familjen Fejzaj me shtrit dorën e pajtimit, sepse në këto raste askush nuk është fajtor, është caktimi i Zotit, kështu që hajde më valla me Dhe ju përshëndes, vëllezër, pas kemi edhe motra këtu, hoxhën e nderuar. Unë isha edhe me familjen e Sëdënicë, fshatit Sëdënicë, me gjestin e tyne fillestar, burnor, kanë thonë le të vinë nod prezent aty, si që kanë hije traditë shqiptarët e burrat e mëdhej, le të vinë prezent dhe le të na shtroshin kryt në vend ku jemi të prit njerëzit që vinë me ngushëllue këtë familje. Kjo është një rast tragjik, edhe me emrin e ka mirë tragjik, sepse tragjedi është kur rasti humbin kësi jetin, kësi njerëzit dhe familjet janë shumë të mërzitën, shumë piklum. Këtë rast, këtë bota ka marrë vesh diaspora, këtë shqiptarët ku jetojnë për arsye se në media të shkrume dhe në forma ndryshme po lajmërohet ky rast, gjithë dhe shqiptarëve, besimtarëve, pa marrë parasysh shqiptarë për dhanë zemra shpirti për këtë ngjarje që po ndodhin. Ju thash aty për përsëris edhe herë. Thonë me vdek me kry një stek edhe ajo është dhimbtë. Po dhimbta kjo e sot shumë më e madhe dhimbta kjo e sotit. Me vdek plak edhe ajo është dhimbtë. Por me vdek i rije, si kemi sot, shtohet dhimbta. Dhimbta shtohet edhe arsye tjetër për arsye se mërgjimtarët i kemi shumë të ashtur, shumë të respektuar. Ky njeri që sot sholla në xhenet që tha hoxha e ka pranuar Zoti xhaleshanu uën, ka shku në Gyrbet me njesën e tina me kontribu për shtetë, për atë dhe, për familjet vet e për fëmijët vet. Ka ardhur me gzim prej atje, ndoshta me sfida gjatë rrugës për mu knoq të familja e të kushërit në Kosovën e lirë, për që erdhi rasti momenti që pas ka duft ka shkruar për nia që ai të jap jetën në këtë formë. Gjesti juaj që e boni familja Fejza ndaj familjes Gorçin nga Sëdënica është një moment, edhe pse o pikëllues, po është një moment i shumë i rëndësishëm, është një moment burnor, është një moment patriotik, para së gjithë është vllazëror. Vllau vllaut i fal këso sene. Vllau vllaut anë miqësinë e kthen miqësi. Familja Fejza dhe familja Gorçi tash e tutje janë të afërt në mes vete, sepse familja Fejza ja ka fal gjakun, ja ka fal një jetë që o epa jo në forma qyshe si e tjera në toda. Kjo është një burnie e madhe e përgëzoj familjen Fejza që ka gjetë fortë fuqi e respekt që ka bo për këtë familje, patën zemrën e madhe, shpirtin e madh me bo këtë gjest. Zoti ju lashnosht, inshallah për një ato në xhenet, e familjen Fejzaj, e paqin Zotin afër, më ndihmu me kalu këtë dhimbë, këtë mërzi, e tash e tutje gëzime kjo familje Fejzaj, të mirat e Zotit i prit.
Edhe ju Zoti ju lash na gjithë. Falja e gjakut është një ndër veprat më të larta të njerëzimit dhe një dëshmi e fuqishme e traditës sonë për pajtim, mirëkuptim dhe përpaqe. Ky gjest i madh tregon se edhe në dhimbjen më të thellë njeriu mund të zgjedhë rrugën e faljes edhe të humanizmit. Në këtë akt, familja Fejza jo vetëm qëndëroi kujtimin e të ndjerit, por dha një shembull të fortë për të gjithë shoqërinë. Se falja e gjakut është vepër kombëtare edhe rrugë drejt pajtimit. I ndjeri u pret në paqe, ndërsa kjo ngjarje mbetet një kujtesë e dhimbshme dhe një mesazh i fuqishëm për njerëzimin dhe bashkimin mes nesh.